Jeni emocionuar besoj për këtë çmim? Po sigurisht, mendova që s'do fitoja, do isha çmimi i dytë, por tashi që e bëra këngën, ndjem shumë mirë edhe jam shumë kënaqur. Kujt ja dedikon fitoren? Unë ja dedikoj gjyshit tim që ka ikur në qiell tani, edhe e dua shumë. Dhe të përfaqësosh Shqipërinë në festivalin European Junior. E pret me emocione? Po, shumë. Me zëri po pres. Si të duk përvoja në festivalin e fëmijëve të shkollës? Mua më duk shumë e bukur, më pëlqente shumë si eksperiencë. Ishte Kjo e vogla këtu do na përfaqësojë në Eurovision. Ne urojmë sukseses më të shumta. Suksese. Ndjem e vogël. Mbi të gjitha, ndjem e vogël më kthehen kujtimet më të bukura të jetës sime. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja. Dhe janë bresa të pashlyera. Sot vërtet unë ndjeva shumë emocionuar se kam vite që nuk kam ardhur. Madje do thoja që është era parë që jam e ftuar do thoja në zhuri të këtij festivali dhe në momentin që mu bë kjo ftesë vrakova për të ardhur, për arsye se Shkodrën e kam në zemër, këtë festival e kam në zemër, edhe unë ndjeva shumë mirë. Fituesi i këtij festivali për herë të parë do të përfaqësojë Shqipërinë edhe në Europë. Besoj që është një arritje akoma më tepër për historikun dhe traditën që mbar Festivali i Fëmijëve të Shkodrës. Kjo është domethënë gjëja më e bukur për arsye se ky festival kishte një konkurim brenda për brenda shumë do thoja me një nivel shumë të lartë. Edhe kënga që fitoi ishte këngë e cila u pranua nga të gjithë. Ishte një këngë dhe kjo është shumë e bukur që kënga për Eurovision është një këngë fituese, një këngë që ka kaluar në filtrat do thuaj të publikut të zhurisë. Dhe vajza që e këndoi Kroj ishte e mrekullueshme. Unë i uroj vetëm suksese dhe uroj suksese festivalit kombëtar Shkodrës, i cili do prodhoj tashmë këngën për Eurovision. Përmbyllet edicioni i 63 i festivalit Parkombëtar Këngës për Fëmijë. Besoj këtë vit me një tjetër sukses, duke pasur parasysh që kënga fituese përfaqëson Shqipërinë edhe në Europë. Sigurisht që është vlerë e shtume dhe vetë pjesëmarrja e këngës fituese në Junior Fest, por sigurisht që ky festival ka pas gjithmonë vlera dhe asnjëherë nuk i humb këto vlera. Besoj jeni e kënaqur me 3 net të festivalit, me këtë finale, por edhe me të gjithë këngëtarët, pjesëmarrës, por gjithë bashkëpunëtorët. Sigurisht që është një grup i madh pune, por grupin punën më të madhe në këtë pjesë, sigurisht që e bën kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia me mësuesit e saj, sepse vlen përmendet dhe të falenderoj përzemërsisht prindërit që na kanë mbështetur, sepse janë 2 muaj intensiv, se festivali fillon përgatitje shumë herët, por të mendosh që të vish çdo ditë, ti presësh, ti sjellsh fëmijë dhe ti presësh, për mua është sakrificë nga secili prind. Dhe nuk ka si me shku ndryshe, ku mbështetja, bërthama ose zemreku i këtij festivalit janë vetëm kori. Sigurisht edhe solistat janë pjesë e suksesit të këtij festivali. Faleminderit shumë për gjithë raportimet që keni ba, për ditë që na keni njeh, si gjithmonë jeni mbështetja jonë më e madhe. Faleminderit shumë me zemër. Njëherë unë jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë sipas traditës dhe mbi të gjitha entuziazmi i fëmijëve dhe këngëtarët ishin të lavdërueshëm. Po sigurisht, do ishte shumë problem nëse do ishte ndryshe, se kjo është besoj sfida më e madhe e festivalit, që në tërë këtë përvojë gjatë, në këtë vit të 63-in për ti, ne të përpiqemi të bëjmë një festival që rritet, po që ngelet gjithmonë i vogël, i ri, edhe që i përshtatet kërkesave që fëmijët kanë. Dhe cila është sfida e radhës për festivalin? Unë mendoj që festivali duhet bëhet institucion, edhe kur them unë e kam fjalën këtu në emër gjithë stafit edhe organizatorëve. Fatmirësisht mendoj që ndoshta përpara i gjithë vendit festivali e ka kaluar atë tranzicionin e tij të vështirë të njëherë fillim viteve 90 e pastaj edhe në mesin e viteve 2000 dhe mendoj që sfida jone e përbashkët tashmë që kemi rivendosur një bashkëpunim shumë të mirë me Radio Televizionin Shqiptar, duke bërë të mundur që edhe ta kthejmë drejtësinë në vend, edhe nga ky festival të shkojë kënga që përfaqëson Shqipërinë në garën europiane të këngëtarëve të vegjël. Mendoj që hapat të mëtejshëm janë që shteti në përgjithësi duhet kuptojë
që festivali i fëmijëve nuk është kurrë një festival komerci, është një festival që sigurisht promovon vlera, që vën në garë krijuesit e rritur, që le të themi bëhet trampolin për të zbuluar talentet e reja dhe për t'i çuar ato më tej në skenë, por mbi të gjitha është një skenë edukative dhe si e tillë është detyrë institucionale që ta çojë këtë përpara. Faleminderit shumë, dua realisht ju falenderoj për gjithë vëmendjen e kushtuar ndaj festivalit edhe pjesëmarrësve këtu. Shumë faleminderit për punën tuaj. E thash edhe më erdhi pa pritur, pa menduar dhe e thash edhe aty. Mu pa qefi shumë, një vetëm për çmimin, po mjafton që më marrë koca e kujtimit jeta, e cila ka lind në një prej këtyre festivaleve që ne kemi bërë prej 30 e ca vjeç që unë pak të bëj skenografi në këtë festival. Jam shumë i lumtur, ju uroj suksese dhe faleminderit Shkodrës dhe gjithë festivalit. Faleminderit edhe juve.